Veprat e mira. Vërtet Allahu, patjetër, do ta ndihmoj çdo që e ndihmon atë në rrugën e tij. Allahu është vërtet i fortë dhe i plot fuqishëm. Surja Haxh 40. Vërtet, ata që i përulen Allahut dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë shpërblimin te Zoti i tyre. Ata nuk do të friksohen, e as nuk do të pikëllohen. Surja Bekare 112. Allahu kërkon nga besimtarët që besimin e tyre të dëshmojnë me vepra të mira. Ai gëzohet kur sheh që dikush i afrohet një tjetrit dhe i thotë: "Më thuaj, si mund të të ndihmoj? Vlla, ç'mund të bëj për ty?" Ndihmë konsiderohet shpreha më e vogël e humanizmit. Dhënia e ndihmës, të ndihmosh vazhdimisht. Ky është besimi i vërtet. O njeri, besimi nuk qëndron vetëm në atë që të tregohesh besimtar para të tjerëve, ndërsa në të vërtetë përfundon në dëshira të pavlera. Besimi mirëfillt është vetëm ai që është gëdhëndur në zemër dhe të cilin e vërtetojnë veprat e tua të mira. Merrni mësim nga veprat e mira njerëzore, jo nga fjalët, sepse Allahu nuk e ka dhënë asnjë fjalë e që si dëshmi të mos i ketë caktuar edhe veprën. Vetëm veprat e mira vërtetojnë ose mohojnë të vërtetën e fjalëve të dikujt. Kur dëgjon ndonjë ligjërat të bukur, ki kujdes, sepse vetëm nëse fjalët e tij do të shoqërohen me vepra, ai njeri është me të vërtetë i mrekullueshëm. Nëse veprat e tij nuk përputhen me fjalët që ka thënë, ruaju të mos i përngjash atij në asnjë drejtim. Muslimani kurrë nuk duhet të harrojë se është detyrim të bësh mirë për çdo ditë, për çdo orë pa ndërprerje. Tregojnë se kur e pyetën një person i cili kishte qenë shok e mik i ngushtë për 30 vjet me një njeri të ditur dhe të urtë, se si ndihej pas humbjes së mikut të tij, ai u përgjigj: "Pash se çdo kush në jetë ka shok, miq e dashamirës. Disa shoqërohen me ta derisa nuk sëmuren. Disa shoqërohen deri në varr, por asnjëri prej tyre nuk shkon në varr me të." Duke menduar për këtë, arrita në përfundimin se, për njeriu, shoku më i mirë është ai që shkon me të në varr, duke i qëndruar edhe atij mik. Dhe shok të tillë janë vetëm veprat e mira. Prandaj, nuk ju ndahem atyre, sepse ato do të jenë për mua dritë në varrin e errët dhe bashkëbisedueset e mia, atëherë kur gjithë të tjerët do më lënë vetëm. O njeri, bëj kujdes për veprat e tua. Mendo se një ditë do të takosh krijuesin dhe Zotin tënd. Me çfarë do t'i dalësh atij përpara?